Pavarësisht se jemi ende në sezonin e ullët, turistët nga vendet europiane preferojnë mjaft Durrësin në këtë periudhë. Dominojnë kryesisht ata nga Europa perëndimore dhe vendet nordike, por dhe vizitorët nga Mbretëria e Bashkuar. Për ta, vendi ynë mbetet një destinacion mjaft interesant. Kur isha student, Shqipërinë nuk mund ta vizitonim. Megjithëse kisha dëgjuar shumë për të. Tani që shumë njerëz e kanë vizituar vendin tuaj dhe jepnin përshtypje shumë të mira, vendosëm ta vizitojmë. Erdhëm tani, sepse në ver kemi dëgjuar që tek ju bën shumë vap, dhe si qerman që jemi nuk i kemi shumë qejf të nxehtin. Durrësi është qytet shumë i bukur, shumë i këndshëm, njerëz të mirë, ushqim i mirë. Pam në Facebook informacione për Shqipërinë, që është një vend shumë ndryshe nga Danimarka. Përveç Durrësit do të vizitojmë edhe Tiranën. Mendoj të shkojmë me taksi, sepse kemi parë që keni trafik të rënduar. Ndërsa muaji mars po shkon drejt përfundimit dhe në prill dhe në vazhdim priten flukse të tjera turistike, autoritetet qendrore dhe ato vendore kanë ende mjaft punë për të garantuar një sezon të suksesshëm. Mendoj se duhet të zhvilloni më mirë infrastrukturën rrugore. Në jug kanë parë shumë beton, shumë ndërtime. Për pak vite mendoj se do të keni mjaft turistë, por më pas ata nuk do të vinë më, sepse po shkatroni Bregdetin tuaj. Mendoj se duhet të jepni më shumë informacion se si ta eksplorojmë qytetin. Kjo gjë do t'i ndihmonte shumë turistët. Të kënaqur me zgjatjen e sezonit që tashmë nuk kufizohet vetëm në 3 muajt e verës, operatorët turistik janë të përqendruar në garantimin e shërbimeve sa më cilësore për të huajt, por edhe vizitorët vendas. Lufta në lindjen e mesme pritet të mos ndikojë tek rezervimet, por mund të prek fitimet e operatorëve që mund të ulen me 10%. Jemi në një prag lufte që dihet që ka një shqetësim, por fatmirësisht rezervimet për Shqipërinë nuk kanë prekur. Ndoshta mund ndikojë edhe pozitivisht pasi anullohen rezervimet që janë në Turqi, duke qenë se Turqia mund të hyjë te një nga vendet e konfliktit dhe Shqipëria po shihet si një destinacion alternativ për pjesën e pushimeve. Vetëm gjë që do ndikojë normalisht me rritjen e kostave do ndryshojë po themi në fitimin e hotelit që këtë vit normalisht për shkak të luftës dhe rritjes së kostave do kenë më pak fitim. Operatorët turistik vijojnë të përballen me problematika që nuk ndryshojnë shumë nga ato të sezoneve të kaluara. Këtë vit është po njëjti problem, duke qenë se strukturat akomoduese shtohen çdo vit dhe normalisht ka nevojë për një numër të madh punëtorësh dhe kjo është zgjidhur me marrjen e punëtorëve nga vendet e huaja, sidomos nga Filipinet, Turqia, vendet e Afrikës. Kur po i drejtohemi fundit të muajit mars, ende nuk ka asnjë sinjal pozitiv për hapjen e muzeut arkeologjik dhe atij etnografik, dy nga sitet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në qytet. Prej vitesh, 2 muzet janë të mbyllur për shkak të rikonstruksionit.